Mirë se vini në programin Familja 7, kur shërbesa nuk është vetëm një detyrë, por një reflektim i zemrës së Krishtit brenda nesh, atëherë ajo bëhet një dëshmi e gjallë për botën. Sot ne kemi kënaqësinë të kemi një çift që kanë zgjedhur ta jetojnë këtë thirrje çdo ditë. Shërbejnë me përkushtim në kishën e Krishtit në Vlorë dhe përtej saj duke dëshmuar se dashuria e Jezusit nuk është vetëm një fjalë, por një jetë e jetuar për të. Eduard dhe Lorena Hoxha me ne në studio vinë nga qyteti i Vlorës. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Kaq bekim. Tu kem për herë të parë së bashku në këtë studio. Faleminderit shumë. Kënaqësi është e jona. Kështu që sa herë vinë miq të rinj në këtë studio, unë ju them ndihuni si në shtëpinë tuaj. Edhe ne ashtu po ndjehemi vërtet. Faleminderit. Tani do të kemi një bisedë të gjatë dhe interesante për të bërë, sepse shumë ju njohin, po shumë edhe nuk ju njohin. Në fakt duhet të thënë që jeta juaj është një dëshmi e gjallë për Jezusin. Pastor, ke përjetuar një kthes të madhe në jetën tënde, nga sportit e kushtria në një jetë përkushtuar për Krishtin. Kur ishte ai momenti që vërtet Zoti kishte diçka shumë të madhe në jetën tënde, një thirrje më të lartë? Më shumë se sa një moment, unë do të thoja që ishte një seri pengesash hyjnore. Zoti më jepte shumë refuzime her pas here. 3 herë aplikova për një skuadër italiane që luajë basketbol, 3 herë më refuzuan vizën. Pastaj bëra një këngë, hip-hop, kisha pasionet e mia. Takoj Bojken Lakun dhe thot, me 10 janar ti do t'jesh në Top Fest 2 ka qenë atyre. Gëzohem, një gëzim jashtëzakonshëm, pastaj shkoj tek shtëpia, thot babi, me 5 janar duhet shkosh ushtar. Ishte ardhur thirrja. U anullua edhe kjo pjesë. Edhe thoya çapo ndodh kështu. Pastaj marr vizën amerikane, avionin, gati për NBA, gati e pabesueshme, dhe zgjohem, kuptoj që ishte një ëndër, edhe godasja stikun nga nervat. Edhe kjo do të thotë që ishte thjesht një dëshirë dhe ëndër shumë e madhe për të lozur me basketbolin. Pastaj, pas kësaj, te garda, marr një ftesë, më hapet një mundësi e mirë tek operativi i gardës, që është elita e gardës, njerëz më të trajnuar, snajperistët dhe gjithë tjerë, dhe ishte një super mundësi. Mirë po, vjen një predikues, më fton për kafe, dhe ai më prish planet, filloj shkollën biblike, edhe them, po tani çfarë do ndodhi? Edhe mbaroj shkollën biblike dhe bëj atë rrëfimi, dhe këtu bëhet i qartë ai vizionim për jetën dhe them që Jezusi tha gjithçka për Eduard Hoxhën. Dhe Eduard Hoxha është gati të japi gjithçka për Jezusin. Dhe që nga ai moment kanë kaluar 17 vite në shërbesë dhe Zoti e ka bekuar jetën time si asnjëherë tjetër. Pra nuk e bërë pishman për zgjedhjen që ke bërë? Jo, është zgjedhja më e mirë. Dhe tani e kuptoj që ka shumë pengesa hyjnore. Po tani ishte ai momenti ose cili ishte ai momenti specifik kur i the po Jezusit në jetën tënde? Pra ti ishe i krishterë kur kishe këto oferta të mundësi? Po, isha i krishterë. Unë kam ardhur në besim në vitin 98. Pra isha 13 për 14 vjeç, edhe jam shumë bekuar që Zoti erdhi në jetën time aq shpejt, sepse bashkë duke u rritur si në trup edhe në shpirt, është një bekim i jashtëzakonshëm dhe unë lutem që djali ynë të ketë të njëjtin model apo edhe ishte një bekim i madh. Ishin disa misionar nga Gjermania në atë kohë. Motra ime pati ndikimin e parë, e cila debatoja me të, domethënë për shkak të besimit, sepse ai ishte para meje, dhe era në momentin që ajo tha, Jezusi të don ty. Edhe ajo fjalë më preku shumë, edhe aty pasaj mora dhe vendimin që të pagëzohesha. Dhe ta pranoja Jezusin si Zotin dhe shpëtimtarin e jetës time. Po, dhe sa vjeç ishe? 13. 13-14 vjeç. Viti 98. Pas trazirave të 97-s. Ishte një moment i errët për Shqipërinë atë kohë. Por një kthesë e madhe për jetën tënde. Dhe aty ishte një dritë për mua. Lavdi Zotit. Po, Lorena, tani si u kryqëzuan rrugët tuaja bashkë? Se edhe ti, Lorena, ke një historik se si erdhën besim tek Jezusi. E vërtet. Ka qenë para 11 viteve, kur motra ime më ftonte në një kamp të krishterë që ne tani e bëjmë çdo vit atë kamp në Bunec. Edhe gjithë familja ime atë vit shkoi në Bunec dhe aty kam njohur Edin për të parë. Pastaj, vitin tjetër, i thash po Jezusit, sepse e ndjeva në zemër që ishte koha e duhur që të dedikoja jetën time Jezusit. Dhe më pas, neve u martuam dhe tani jemi dhe shërbejmë në Vlorë. Shërbejmë në Vlorë.
Kisha e Krishtit në Vlorë. Unë nuk kam qenë e pagëzuar për përpara kur kam njohur Edin, por më pas Zoti më udhëzoi dhe jemi bashkë. Sa vjeçë ishe kur i the Jezusit po? Diku te 24 vjeça. 24. Si ka qenë ky rrugtim për ty? Ka qenë shumë i bukur, një rrugtim që e ndjej dorën e Zotit kudo, edhe në çdo sfidë, sado e vogël, edhe madhe të jetë, në çdo bekim që Zoti më ka dhënë gjithë këto vite, unë e kam ndjer dorën e tij. Po. Tani për sa vite jeni duke shërbyer në Kishën e Krishtit në Vlorë? Ju jeni në shërbes së bashku. Ky është viti 12. 12 vite në Vlorë, kurse Edi ka më shumë që shërben në kisha të ndryshme që ka qenë në Fier, kurse unë 12. Po, 12. Si po ecën në shërbesa, pastor? Cilat janë disa nga shërbesat e kishës? Shërbesa është një bekim dhe një betejë. Domthonë është përgjegjësia bashkë me bekimet edhe është sigurisht nuk është e lehtë, por lavdi Zotit me hirin e tij, unë e shikoj si një pemë këtë shërbesën të rrënjosur në dashurinë e Krishtit, që ti ke një punë edhe përpiqesh dhe lodhesh, por ti prap furnizohesh me dashurinë e Krishtit dhe i gjen forcën prap. Edhe degët janë ato, shërbesat me të rinjt, shërbesat me të moshuarit, me fëmijët, shërbesa sociale, kampet verore, domthonë nga më të ndryshme të gjejmë ose shërbesat artistike që ndërthuremi me Lorin, me talentin që ajo ka, pra bëjmë gjithçka mundemi. Bëjmë kombinin shumë lezetshëm për të përcjell mesazhin. Mesazhin e Krishtit në mënyra dhe forma. Po, sa të hapur janë vlonjatët për ungjillin këto kohë? A ka interes për fjalën e Zotit? Janë më të hapur se ç'duket. Por duhet gjesh atë se si t'ju afrohesh qasin e dur. Qasin e dur. Sepse edhe të japin mundësi, mua më pëlqen sepse të japin mundësi që të punosh me ta. Sepse ka disa që janë kam shërbyer në qytete të ndryshme, por disa janë vendosin një mur, domethënë. Nuk janë të hapur, kurse vlonjatët domethënë janë ekspresiv. Janë ekspresiv, e thon mendimin siç e kanë dhe e di se ku të fillosh dhe si të punosh me ta. E kur e keni takimin e kishës, takimin kryesor të javës, në çfarë ore? Të dielave, në orën 10 kemi shërbesën. Ku jeni të pozicionuar si kishë? Atëherë ndodhemi tek vlonjatët dhe njohin si Kali i Trojës. Pra në atë zonë. Po, ose është BKT-ja te Kali i Trojës. Nëse duam të themi adresën e saktë, siç është Kani Juridike, është Lagja Pavarësia, rruga San Kushta, kompleksi Green Towers, kulla C, kati i parë. Po, lavdi Zotit mund të mlidhen aty. Megjithatë, shërbesa juaj pastor ka qenë më e zgjeruar jo vetëm në qytetin e Vlorës, por edhe përtej në shumë vende, ndoshta 10-15 vite ke shërbyer edhe brenda Shqipërisë edhe jashtë Shqipërisë. Cila është dëshmia jote në Krishtin? Si ka qenë kjo eksperiencë për ty? Ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme. Sepse kam parë ndryshime të shumta, por edhe në jetë të ndryshuara shumë. Kam parë të rinj për shembull që kanë qenë në botë dhe tashmë janë në shërbesa. Edhe është një inkurajim jashtëzakonshëm, por ndryshimi më i madh që unë kam parë është tek vetja ime. Është si puna më kujton Jonën. Zoti i përgatiti Jonës një peshk, pastaj një bim që të përgatiste Jonën. Sepse ai nuk ishte gati, edhe në një farë mënyrë Zoti më ka mësuar mua ose më ka përgatitur për çfarë çdo shërbesë që unë kam bërë, çdo qyteti që kam shërbyer apo edhe në vende të ndryshme, dhe kam parë transformimin dhe dorën e Perëndisë në jetën time dhe të atyre që kanë qenë përreth meje. Po, lavdi Jezusit. Lorena, të flasim pak për ty, diplomuar në Akademinë e Arteve, dega koreografi, më shumë se 30 vite eksperiencë, jo vetëm në skenat shqiptare, që 5 vjeç. Performanca edhe për te i Shqipërisë, si ka qenë kjo eksperiencë për ty, sepse ti je dedikuar edhe ti vazhdon në këtë profesion. Është vërtet. Një eksperiencë shumë e gjatë që vazhdoj akoma ta kem dhe më pëlqen shumë. Skena për mua është dashuria ajo që dua të bëj më shumë dhe ajo që dua të përfaqësoj me anë të skenës. Skena më ka rritur si nga ana artistike, edhe nga ana personale. Jam adaptuar shumë me skenën dhe kam marrë më të mirën prej saj dhe kam dhënë më të mirën prej vetes sime. Kështu që kam ndjer veten shumë mirë dhe vazhdoj ta bëj me shumë dashuri këtë pjesë. Si po ecën qendra juaj, një ndër qendrat më të mëdha në Vlorë, Global Dance Academy, dhe të them drejtën, gjitha postimet e qendrës që kam parë edhe është një performancë jashtëzakonshme dhe shumë breslënse. E vërtet? Puna aty. Po ecën shumë mirë, puna ecën shumë mirë, kemi vazhdimsi shumë të mirë me studentët. Gjithmonë mundojmë që të sjellim risi, pra që mos kemi një monotoni gjatë lesurisë tonë vjetore të shkollës. Sjellim gjithmonë risi duke sjellë mësues të huaj, duke bërë workshope,
me mësues të huaj, koreograf të huaj, bëjmë kampe verore, madje bëjmë edhe aktivitete kulturore edukative, por edhe aktivitete për prindrit e akademisë. Domethënë që të kemi një lloj lidhje më të ngushtë me ta, jo vetëm me nxënësit, që të krijojmë tamam atë lidhjen si familja midis njëri tjetrit. Pra, ka interes për kërcimin, sa të kërkuara janë nga të rinj Ka goxha interes, përdesa punojmë fuqishëm dhe duam të që bëjmë, ka fryta. Dhe kjo është fal dashurisë për punën dhe fal bekimit që Zoti na udhëzon çdo ditë, na suporton çdo ditë. Po, zakonisht kush janë ato kurset më të kërkuara, ndoshta kërcimet? Më të kërkuarat janë faktikisht moshës 3, fëmijët e vegjël, 3 deri në 9 vjeç. E duan shumë pjesën e arti dhe në një anë është e mirë, është pozitive sepse aktiviteti fizik i bën çdo mirë çdo kujt. Dhe kështu që kohët e fundit prindrit e kuptojnë këtë dhe po fillojnë të angazhojnë fëmijët e tyre. Bëjmë të gjitha zhanret e kërcimit, klasik, modern, kontemporan, latin, modern, dance. Në varësi të kërkesave të Në varësi të kërkesave, po edhe të aktiviteteve që ne zhvillojmë ose që marrim pjesë. Po. Do më thonë duke që ke një histori të pasur në fushën e artit edhe të baletit, si ka ndikuar besimi krishter në gjithë të rrugtimin tënd artistik? Besimi ka qenë një burim i jashtëzakonshëm për mua, burim force dhe energjie, i cili më ka motivuar për të ecur përpara, pavarësisht sfidave. Kam shumë, domethënë, dhe ndjej vërtet dorën e Zotit kudo. Dhe ndjej me bekuar për këtë gjë. Në fakt është vërtet një energji, dhe burim energjia. Sepse krahas profesionit tënd edhe krahas ecjes në shërbes ka një bashkëpunim edhe ose mund të them një shkrirje. Si bashkëpunoni bashkë tani në këtë sipërmarrjen tënde me pastorin? Një nga të sekretet e vogla është që Edi më suporton dhe më ndihmon shumë me djalin e vogël. Sepse kemi shumë vogël, 4 vjeç e gjysmë, dhe unë kam të gjitha klasat mbasdita. Po, tani për ta mbajtur? Edhe për ta mbajtur, për ta suportuar se ku. Edhe për ta babai i mirë, bashorti i mirë. Edhe falenderoj shumë Zotin që kemi këtë lloj ndihme. Është mirë për këtë. Se faktikisht ne në Vlorë nuk është se nuk kemi nga Vlora, unë jam nga Berati me origjinë, Edi është nga Durrësi dhe ne jemi në Vlorë për të shërbyer aty. Edhe kështu që nuk është se kemi ndonjë që mund ta lëm diku çunin. Kështu që e rrisim dhe jemi shumë bekuar që së bashku bëjmë këtë lloj. Ke një suport. Pa, suport. Nëse në krahun tjetër, ku bëjmë aktivitete shumë bukura dhe të mëdha, ftoj gjithmonë dhe Edin për të ndarë një mesazh shprehse, motivimi për audiencën që është në aktivitetin tonë. Kështu që mendoj që është diçka shumë pozitive dhe lë një ndikim të madh tek njerëzit që e dëgjojnë. Për prindërit e akademisë, për çdo kush që na ndjek dhe suporton artin tonë. Si e keni ndjerë dorën e Zotit në gjitha udhëzimet që ai ju ka drejtuar, sepse nuk është një sipërmarrje e vogël dhe e lehtë kjo. Është angazhim i madh. Sigurisht dora e Zotit ka qenë edhe përpara se ne të ishim të vetëdijshëm. Por tani jemi të vetëdijshëm që ai është gjithmonë me ne dhe na mbështet në çdo aspekt të jetës, që tek ajri që ne thithim edhe. Sigurisht unë shikoj dorën e Perëndis në çdo aspekt të jetës, saqë çdo pengesë që më vjen tani, them, është Zoti. Ka një plan më të mirë dhe e marr shumë herë më lehtë jetën. Kështu që ai është kudo dhe ne ndjejmë dorën e tij. A keni ndonjë dëshmi konkrete se si Zoti ka qenë me ju në gjithë këtë gjën? Edhe ka një dëshmi lezetshme, mund ta ndash. Tani mund të jetë lezetshme. Po, tani mund të jetë lezetshme. Tani po, se kur ishte shumë e vështirë. Sigurisht un kam shumë dëshmi për gjatë gjithë kësaj eksperience të mrekullueshme, udhëtimit të mrekullueshëm me Zotin. 17 vite në shërbes dhe 27 në mos gaboj në ecje me Zotin. Edhe ideja është që po do të veçoja këtë dëshmi. Momenti më i fortë ose më i fuqishëm i jetës time nuk ishte kur unë isha në palestër, që ngrija 110 kg, por ishte kur isha në spital. Ishte një moment nuk kisha qenë ndonjëherë aq smur siç atëherë. Edhe me urgjencë shkoj në Itali edhe mjekët të shqetësuar, e shikoja unë nga fytyra e tyre, domethënë gjithçka. Edhe me pak fjalë nuk isha në gjendje të ngrija dot as dorën. Pra, kalove një problem me shëndetësor, po. Edhe ideja është që gjitha lutjet më mbaruan, çdo gjë që kisha, çdo forcë, çdo energji, dhe paralelisht shumë besimtarë në Shqipëri dhe në gjithë botën po luteshin për mua.
Edhe në gjithë këtë konfuzion atëherë thash nuk I kërkova llogari Zotit pse kështu, por thash vetëm një gjë, më kujtuan fjalët e Jobit që tha I bekuar qoftë emri I Zotit, sido që të jetë situata. Edhe do di që ajo ishte momenti ku Zoti më rigjeneroi përsëri. Edhe u mbajta fort tek ajo dhe dita ditës analizat ndryshuan, mjekët habiteshin. Nuk ka montanja ruse, thonin italianët në mjekësi. I ke këtu dhe pastaj I ke këtu. Domthon edhe ata thonin që ishte Zoti, domethënë ishte një mrekulli shumë e madhe dhe fuqia e besimit. Aty unë mund të them 100% me siguri që ishte dora e Zotit dhe ai sërish më riktheu dhe I shërbej atij për çdo gjë. Zoti mbrojti jetën tënde. Sigurisht. A keni pasur edhe ndonjë dëshmi ose edhe në komunitet e kisha juaj, sepse ju jeni afër dhe keni mundësi të shikoni jetët e transformuara në Krishtin? Më kujtohet, ka shumë, por më kujtohet një djalosh I ri, I cili kishte probleme vese të ndryshme. Edhe po më thoshte edhe një I ri tjetër nga kisha ma prezanton, edhe është pak I vështirë si person. I thashun po mund të flasim edhe unë e gjeta të gjuhën e trimve dhe po flisnim edhe ai ishte shumë kurioz domethënë për gjërat, për pyetjet shumëta edhe më tha mua a ekzistojnë dinozaurët? I thashun po, përmenden edhe në Bibël. Tha Bibël, tha seriozisht ku? I thashun tek libri I Jobit. Nuk përmendet fjala dinozaur, por ka përshkrueshme. Dhe ai çfarë bëri? E kishte lexuar gjithë librin e Jobit dhe pastaj tha hajde bëjmë një studim për librin e Jobit. Ishte një piknisje aty. Edhe sot e kësaj dite ka fiksim që të studioj librin e Jobit. Por transformimi I tij ishte I menjëhershëm saqë ai gatuante për kampistët për shembull, si I jepi kuzhinë dhe u pagëzua, pranoi Zotin. Pra ky është një rast, por ka edhe shumë tjerë. Domethënë me këtë rast tregon se si fjala e Zotit ka fuqi transformuese. Momentin që dikush bie në kontakt dhe e merr atë dhe sigurisht. Lavdi Jezusit, sa ka ndryshuar jeta juaj, tani kjo e di që s'është pyetje se jeta e një njeriu e një prindi ndryshon kur në jetë vjen një fëmijë, dhe është një bekim, një mrekulli e jashtëzakonshme. Çfarë keni një dëshirë në zemër për djalin tuaj? Ai është një dhuratë nga Perëndia, dhe është dashuria jonë më e madhe, patjetër si çdo për çdo prind. Dëshira e zemrës sime është të rritet I lumtur, të rritet në hijen e dashurinë e Perëndisë dhe I fortë. Sa I bekuar dhe foto. Po, ashtu siç ai me njerëzit që ai dëshiron të jetë, të ketë në zemër, rritet pranë tyre. Tani nga të dy ka marrë, po Lorena më duket sikur në pamjet parë gjan mamit me ngjyra. Si është për ty, pastor? Mendoj që është një përzierje. Një miksim. Si është thjesht babai një djali? Nuk e kisha menduar, unë faktikisht kam filluar shërbesën si ishta shumë I ri, edhe më duhej që t'jepja mësime rreth familjes, kur nuk isha I martuar. Edhe kam bërë shumë seminare për prindërimin, për martesën, shumë studime, shumë gjëra, por në momentin që u bëra baba, ato 5 minutat e para, nuk krahasoheshin me asgjë nga ato që unë kisha mësuar më para. Është një ndjesi dhe unë I thoya djalit tim mrekullia. Edhe I them akoma, nuk e di përsa, ndoshta edhe për 1-2 vjet do I them mrekullia. Por akoma për mua është një mrekulli dhe akoma se dëshiron që Edi thotë ti je djali më I mirë në botë. Dëshiron që çdo natë I thotë Edi që ti je djali më I mirë në botë. Edhe kur unë nuk harroj thotë më vjen thotë ç'është më thënë që jam djali më I mirë. Dhe ai është moment hyjnor, është kozmik do të thoya, sepse është momenti ku ne lutemi dhe falenderojmë Zotin çdo natë. Falenderojmë Zotin, të falenderojmë pak për Zotin, po hajde të falenderojmë. Dhe ai lutet. Po këtë shprehjen e do. Falenderojmë mami, falenderojmë babi, nënën. Çdo gjë ditë dhe thotë falenderojmë për akullorën që më dha babi, them unë këtu mos bërtit shumë. Sa mirë është teksa ju po e rrisni këtë fëmijë me këtë lloj fryme me fjalën e Zotit, e duke shpallur fjalë fuqishme që ti je djali më I mirë në botë. Dhe ai rritet me këtë. Sigurisht, por I themi që po pse, edhe I themi sepse ti je djali më I dashur në botë. Se jam djali më I dashur thotë në botë, jam I mirë, jam I mrekullueshëm. Çfarë bekimi? Si ka qenë, jam kurioze të di, si ka qenë suporti familjar drejt jush pas ju bë të krishterë, më thënë persona që kishit afër, si e përqafuan të idenë që tani ju jeni të krishterë, besoni tek Jezusi. Më thënë sa e pranuan këtë fakt? Familja ime ka qenë shumë e hapur, për çdo vendim që unë kam pasur, edhe madje edhe shumë baba im është besimtar. Është shpëtuar. Është shpëtuar dhe ka qenë lutja ime më e gjatë.
dhe gjithmonë kanë mbështetur edhe kur nuk ishin besimtar te kjo pjesë, motrat e mia besimtare, dhe kështu që kanë ndikuar. Kam qenë në një ambient më të mirë, ndërsa për lojë mund të ketë qenë pak. Po edhe aty nuk besoj. Motra ime është e shpëtuar, nga familja ime të motra ime është e shpëtuar. Jemi duke punuar edhe për Po e besoni Zotit që të vinë dhe pjesëtarë të tjerë në shpëtim. Po. Kështu që në fillim fare ka qenë ai impakti që unë kam njohur Edin dhe nuk është se kam pasur shumë problem nga familja, përkundrazi, ata e besojnë, por thjesht mendojnë që ka një Zot edhe kaq, nuk është se duhet të lutemi për këtë gjë më shumë. Po. Ju jeni edhe aktiv në media, personazh publik, personazh mediatik. Si mendoni se ndikon media në përhapjen e Ungjillit, paktën nëse mund themi në botën e sotme moderne? Në vërtet. Unë mendoj që s'ndikon fare. Por kam ndryshuar mendim këto vite dhe Pse për shembull? Fundja një informacion interesant që lexova para pak kohësh ishte që një person mesatarisht merr rreth 34 gigabajt informacion në ditë, që është e barabartë me 100 gazeta. Me 100 gazeta. Imagjino. Dhe problemi me këtë është sepse kjo stuhi informacioni, truri nuk mund ta procesojë dot. Dhe problemi akoma më i madh është sepse ndoshta një 80% që këtij informacioni është negativ, jo i vërtet, është shumë i dëmshëm për njerëzit dhe sillte shumë efekte anësore, si për shembull i bën fëmijët ose njerëzit më të padurueshëm, i manipulon me kollaj. Nuk janë gjendje të dallojnë çfarë është mirë. Dhe pyetja është, ne si krishterë, pse nuk është si puna e ujit, për shembull. Kur uji është shumë i pisët, nëse ti vazhdoni hedh atë ujin e pastërt, ai uji i pisër pastrohet. Dhe unë besoj që ne po hedhim pika uji, flas në përgjithësi për të krishterët, duhet të jemi më prezent në media për ta pastruar gjithë këtë ujë, gjithë këtë frikë, dyshim, stres, apo të diun se çfarë transmetohet nëpër media. Edhe besoj që ka një do të jemi të kujdesshëm se çfarë transmetojmë, domethënë nëse transmetojmë mesazh shpresë, besimi, pozitivitet, patjetër që do të ketë një ndikim shumë të mirë në shoqëri. Edhe mund të ketë dhe jetë ndryshuese. Po. Ndërkohë, pastor, si do ta vlerësoje aktualisht lirinë e besimit në Shqipëri, sepse nuk janë vendosur as po vendosen pranga për Ungjillin, të flasim kështu, domethënë. Dhe sa e rëndësishme është për ta shfrytzuar këtë kohë ne si besimtarë dhe për të folur hapur me guxim për Ungjillin. Mua më habit fakti që kisha e hershme nuk ishte Facebook, s'kishte YouTube, ishte as internet, as këtë lidhje apo teknologji që ne kemi sot, s'kishin as lirinë, ishin nën persekutim. Dhe sipas dy studiuesve gjigantëve të mbrojtjes së besimit krishterë, siç është Josh McDowell dhe bashkë me Dan Wallace, ata thonë që informacioni që ata kanë arritur të shpërndajnë, domethënë, ose që ne posedojmë sot është 66.400 dorëshkrime të Biblës. Edhe ajo çfarë bën interesante është që këto dorëshkrime, nëse i vendos njëra pas tjetrës, arrin një lartësi diku te 4023 metra lartësi. Imagjino se çfarë bën krishterët e parë. 4023 metra lartësi, Korabi, maja më e lartë është 2700, diçka. Atëherë, nëse Korabi i vendos kullën më të lartë në botë, atë ndërtesën më të lartë në botë, siç është në Dubai. Pastaj vendosi edhe kullën më të famshme në botë, atë të Parisit. Vendosi edhe statujen e Krishtit në Brazil, dhe prap dorëshkrimet e Biblës janë 55 metra më të lartë. Në ato kushte, imagjino. I bie edhe një 15 kaq, sa 15 kaq i Tiranës. Pra, imagjinoje ne që ti mund postosh një video dhe mund ta shikojnë miliona njerëz. Edhe pse ne nuk po e përdorim siç duhet, ose pse ne jemi kaq inaktiv në media, si të krishterë të shekullit 21. Edhe këtë se kuptoj dhe unë besoj që duhet ta vlerësojmë çdo besimtar. Madje mua më thonë, "Ora shërbesën ti, pse nuk e regjistron që ta kesh live që ta shohin?" Po i them unë, ndoshta ndonjëherë tjetër kur vendos ato, fakt edhe me një telefon mund ta regjistrosh, edhe çdo gjë justifikim, por unë inkurajoj këdo, domethënë që ta përdori këtë mundësi, sepse aq më tepër kemi dhe lirinë, kemi mjetet i kemi të gjitha për të ndikuar njerëzit dhe për të përhapur Ungjillin.
Po, shumë e vërtet. Lorena, do të kishe ti një mesazh për një grua që nuk e njeh Jezusin? Ti je një grua e përmbushur në karrierë, si nën, si familjare, por je edhe besimtare e Jezusit. Që kjo të ka dhënë një dorë të mirë në fakt për të ecur përpara edhe për të përparuar. Ti çfarë do t'i thoje? Zoti është dashuri dhe sa më pranë Zotit të jemi, aq më shumë bekimi do të kemi. Ai na jep një mesazh që ta jetojmë jetën me anë të dashurisë, me anë të paqes dhe me anë të faljes. Kështu që kjo është një ndikim shumë pozitiv në jetën e secilit. Kështu që çdo grua dëshiroj që ta përshafoj këtë lloj mesazhi dhe të jetë sa më pranë Zotit. Lavdi Jezusit. Pastora, do të kishe një mesazh për të rinj që s'kan gjetur ende shpresën edhe rrugën e jetës tyre? Më kujtohet një pasazh që Pali i thot Timoteut, askush mos ta shpërfill moshën tënde të re. Unë jam ndier ashtu sepse kam qenë vetë i ri kur kam filluar shërbesën, edhe nuk ndihesha sikur di shumë apo di, edhe më kujton atë fabulën e asaj të tulipanit që i kërkon ndihmë res së vogël. Edhe i thot, a mu m'japësh pak ujë, thot, se po thahem. Dhe reja i vogël thot, po unë s'kam ujë mjaftueshëm, më prit aty ku je, sepse unë do shkoj do marr disa re tjera dhe pastaj shkon një udhtim jashtëzakonisht largët dhe kur kthehet me një stuhi, me shira, me re të mëdha, gjigande që vijnë, po kur vijnë, ai tulipani ishte tharë. Dhe ajo çfarë unë inkurajoj të rinjt sot është që mos prit që të bësh i madh, por me ato gjërat e vogla, me aq sa ujë ke, me aq sa talent që Perëndia të ka dhënë në atë moment, përpiqu të bekosh njerëzit edhe asnjëherë mos hiq dorë nga Zoti. Asnjëherë mos hiq dorë nga të shpresuar tek Zoti, edhe pse ai mbyll shumë dyrë, Zoti mbyll dyrë që askush si hap dhe hap dyrë që askush si mbyll. Edhe unë këtë mund ta vërtetoj me jetën time, pasi ai shumë refuzime dhe thoya sikur gjithë bota ishte kundra meje, por në fakt Zoti ishte me mua. Edhe e njëjta gjë është dhe me çdo të rinj që i beson Zotit. Nuk ka rëndësi nëse është lart, është poshtë, ka shumë pengesa. Besoj Zotit, ai e di planin dhe ai do ta drejtojë jetën siç din ai. Lutja jote për Shqipërinë cila është? Të njohin Zotin. Drejtësia është ajo që e lartëson një komb. Mëkati është turpi i kombëve. Besoj që nuk dua ta kthej në politik, po të gjithë shqiptarët i kanë sy tek drejtësia sot. Dhe shpresojnë që drejtësia të vëri por drejtësia shpirtërore është ajo, hyjnoja është nuk ka të krahasuar, domethënë edhe atje ti drejtohen sy tek Zoti. Faleminderit shumë për mesazhin që përcollët edhe ndat zemrën tuaj. U bekova shumë, unë lutem që Zoti t'u përdor për lavdinë e tij. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi shumë dhe shpresoj që të shikojmë përsëri këtu. Patjetër, ju jeni të mirëpritur në këtë studio edhe unë ju përgëzoj për punën që po bëni, ndikimin që keni në komunitetin tuaj në qytetin e Vlorës. Lavdi Jezusit për këtë. Faleminderit me zemër. Unë inkurajohem sa herë vin të ftuarit dhe shoh çfarë Zoti është duke bërë dhe shoh që gjërat kanë nisur të lëvizin në çdo qytet të Shqipërisë. Unë them që ka akoma më shumë për te kësaj gjëje. Zoti ka një plan për Shqipërinë. Ka patjetër. Ka akoma shpresë. Lavdi Jezusit, shumë faleminderit. Faleminderit shumë, kënaqësi. Sot përmes rrëfimit të Eduarte dhe Lorena Hoxhës ne kemi parë se kur në fakt i dorëzojmë jetët tona tek Zoti, ai na udhëheq në shtigje që ndoshta as nuk e kishim imagjinuar, por që sillin bekim dhe ndikim të madh. Le të mos harrojmë se secili prej nesh ka një thirrje dhe një mundësi për të shërbyer në familje, në komunitet, në kish përmes talenteve që Zoti na ka dhënë secilit. Rikthehemi pas pak në studio.